Përshëndetje, ku jemi këtu me pashimin një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do flitet shumë mbi Mërkurin zhvendoset në Luan. Ka të bëjë shumë Mërkuri në Luan në këtë ditë kaq të rëndësishme dhe mundësi. Do të thotë Mërkuri zhvendoset në Luan, ku do të thotë fjalët që ndezin zemrën, vendimet që ndryshojnë drejtimin. Fjalë që ndezin zemrën, vendimet që mund të ndryshojnë gjithçka në datën 9. Data 9 gusht të 2006, ku fjala merr zjarr, mendimi bëhet më i guximshëm dhe komunikimi kërkon skenë. Më datën 9 gusht duket se Mërkuri futet në shenjën e Luanit, duke hapur një periudhë shumë të ndjeshme dhe shumë krijuese, shumë të rëndësishme për komunikimin, mendimin, vendimet, fjalët, deklaratat, mesazhet dhe marrëdhëniet. Prezantimet, udhëtimet të shkurtra, mediat, mësimet dhe ndykimet. Kur Mërkuri shkon në Luan, mënyra të menduarit dhe mënyra e të kuptuarit ka të bëjnë shumë sepse lidhet edhe me takimet e punës, lidhet edhe me një nga ndryshimet më fantastike ku kanë të bëjnë në anën tuaj. Gjithashtu është një moment që vërtet ndikohet, sepse Luani është shenjë e diellit, e zemrës, e besimit, e udhëheqjes, e krijimtarisë, e fëmijëve, të dashurisë dhe jo vetëm. Energjia e Mërkurit në Luan është shumë e ndryshme nga një komunikim i ftohtë, apo ndryshimi që ka të bëjë. Mund të ketë mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket ndryshimeve dhe vendimeve që merren. Është dhe koha gjithashtu për sa i përket disa çështjeve shumë të mëdha ku ngadonjëherë neve mund të flasim shumë gjëra në një anë, nga një anë tjetër mund kemi edhe me disa kuptime, sepse duke pasur parasysh në lidhje me punën dhe gjërat e tjera përsa i përket punës, përsa i përket karrierës dhe jo vetëm. Në lidhje me anën e ndikimeve të tjera, është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që do flitet shumë për disa çështje mjaft të mëdha dhe disa çështje që kanë të bëjnë me favorizimet, kanë të bëjnë me kuptimin e jetës dhe të gjërave të tjera që do të diktoj. Nuk diskutohet sepse Mërkuri nga kjo shenjë është dhe momenti për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, por gjithashtu Luani shenja ndikohet fort me futjen e Mërkurit në këtë shenjë, para së gjitha shenjat fikse Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi. Këto shenjë ndjenin drejt së drejti mundësinë dhe kohën. Më konkretisht, Luani është shenja që merr ndikimin me personal. Mërkuri që futet në këtë shenjë është një nga ndikimet dhe favorizimet. Luani aktivizon identitetin, mënyrën, mundësinë, kohën dhe vendosmërinë. Ujori ndikohet shumë sepse Mërkuri në Luan qëndron përballë dhe kjo do thotë një nga momentet më të arta që kanë të bëjnë për mundësi që vinë, sepse jo për arsye të punës ose të çështjes së karrierës, për vendimet që merren, por megjithatë në lidhje me punën dhe ndryshimet e anës pozitive dhe të komunikimit që ka të bëjnë, është një mundësi mjaft e mirë dhe rëndësishëm. Ajo do thotë që ndikimi i Demit, sepse Demi që futet tek shenjat fikse, duke se ndikohet në mënyrë sfiduese për sa i përket Mërkurit dhe ndryshimit të madh që ata kanë. Dhe momentit që kanë të bëjnë në lidhje me një takim pune, me një bisedë që bëhet, me një vendim që merret. Dhe shumë të favorizuar janë dhe shenjat e zjarrit, sidomos dashje dhe shigjetari, sepse Mërkuri në Luan krijon lidhje harmonike me to. Për dashin, ky tranzit aktivizon dashurinë, krijimtarinë, fëmijët, flertin, mundësinë dhe kohën e duhur. Për shigjetarët, Mërkuri në Luan hap horizonte të reja dhe udhëtime jashtë vendit. Është një mundësi shumë e mirë sepse duke pasur parasysh edhe punën dhe karrierën, është ajo çka juve kërkoni dhe dëshironi. Të favorizuar shumë gjithashtu shenjat e ajrit, binjakët dhe peshorja, sepse Mërkuri në Luan krijon komunikim më kreativ dhe më të hapur me binjakët si shenjë udhëheqjes së Mërkurit që ndjejnë çdo ndryshim të Mërkurit më fort se shenjat e tjera. Por binjakët ndikimi shumë i madh që ka të bëjnë me punën aktuale, me karrierën dhe jo vetëm. Peshorja përfiton sepse Mërkuri në Luan aktivizon miqësitë, grupet sociale, punën dhe karrierën. Duke përmendur veçanërisht edhe vjeshta sepse është një shenjë udhëhequr nga Mërkuri dhe Mërkuri në Luan në ndikimin më të madh që ka të bëjnë dhe ky kalim i Mërkurit mund të jetë një diçka përgatitore, diçka shumë e madhe për gaforet. Mërkuri në Luan aktivizon parat, vlerën, sigurinë, materialet dhe vlerësimin.
Mund të bisedojmë për të ardhurat dhe kohën e duhur, sepse për Bricapët Mërkuri në Luan aktivizon parat e përbashkëta, ndryshimet të mëdha, dhe këtu kërkohet kujdes në dokumenta, marrëveshje financiare dhe biseda që prekin besimin. Në lidhje me 10-diqin ndikimi fillestar i hyrjes së Mërkurit në Luan, prek më fort 10-diqin e parë të shenjës së Luanit, Ujorit, Demit dhe Akrepit, veçanërisht kanë pika të përbashkëta dhe mundësi të arta, por gjithashtu kanë të bëjnë edhe ndikimet që është 10 i parë i shenjës së Luanit, 10 i parë i Ujorit, 10 i parë i Demit, 10 i parë i Akrepit, 10 i parë i Dashit dhe Shikjetarit, 10 i parë i Binjakëve dhe Peshorës, 10 i tretë, i dytë dhe i tretë që kanë të bëjnë shumë mundësitë dhe kohën e duhur. Por gjithashtu Mërkuri në Luan jep dhe mundësinë dhe verdiktin kryesor, sepse Luani në Ujor jep dhe disa mundësi të arta mbi atë çka është, mbi atë çka kërkohet të realizohet. Gjithashtu ka një ndikim shumë të madh mbi punën, karrierën, ndryshimin, vendimin e madh që merret tani e tutje. Por gjithashtu ka të bëjë dhe me një takim shumë të rëndësishëm që lidhet me punën aktuale, por lidhet dhe me një takim mjaft të mirë që bëhet forcë krijuese për gjëra që do të diktojnë dhe do të ndodhin pikërisht tani. Është një nga periudhat më të arta, është një periudhat më ndikuese, më rrezatuese të qenë ndonjëherë për arsye të punës dhe për arsye të një komunikimi të papritur, sepse lidhet me pritshmëritë dhe kohën e duhur për gjërat e tjera, por është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv ku kërkohet shprehje, kërkohet mundësi, kërkohet edhe rëndësi në atë që ndodh. Tani, pa humbur kohë dhe para se të fillojmë parashkrimin e këtyre 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, shkoni atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson mbi paketat që astrologo.al ofron, por duke pasur parasysh edhe ndikimin dhe favorizimin që ka të bëjnë dhe mënyrën edhe kohën e duhur që janë në lidhje me anën tjetër të pozicionimit të planetave. Dhe nëse doni diçka, atëherë kemi pikërisht faqen roz dhe aty mund zgjidhni gjithçka dëshironi dhe në kohë që ne jemi drejt për së drejti me juve, jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për juve të shenjës së Dashit duket se Mërkuri që zhvendosën në shenjën e Luanit do të thotë mënyrën dhe mundësinë. Fjala bëhet më e guximshme, dashuria kërkon drejtim dhe krijimtari mjaft pozitive. Për Dashin duket se ka të bëjë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Duket shtëpia 5 diellore që ndikohet jashtëmase për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe kjo bën që tani është momenti dhe koha e duhur për sa i përket punës, për sa i përket kohës dhe mundësive të arta. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye të punës suaj, sepse është një moment mjaft i mirë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për karrierën sidomos është diçka mjaft pozitive dhe shumë e mbar në atë çka ndodh, nga atë çka prisni diçka të tillë, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse është periudha. Është ajo çka ndikohet ose çka ndodh për juve dhe është mundësia më e mirë e mundshme tani e tutje ku gjërat do jenë mjaft pozitive, do jenë edhe do ketë diçka mjaft të mirë stabilizuese, konkretizuese për gjërat e mëdha që do të keni, për momentet që do të jeni dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit tretë, duket se është diçka perfekte dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqenëse Demi duket se ka diçka shumë të madhe tani atutje, ku gjërat do jenë mjaft pozitive, ku do të kemi mundësinë e zgjidhjes së problemeve. 10 i parë është mjaft ndikues, konkretizues në atë çka ndodh, në atë çka bëhet, sepse është një moment mjaft i mirë tani dhe keni një kohë për sa përket punës suaj. Demi gjithmonë familja kërkon fjalë të qarta, shtëpia kërkon vendime dhe qetësi të brendshme që kërkojnë kujdes. Dhe kjo duket se Mërkuri është tani i komunikimit, i mendimit, i dokumenteve, i lajmeve të rëndësishme, sepse ky tranzit mund të sjellë biseda familjare që nuk mund të shtyhen më, ose do të merrni një vendim, ose do keni diçka shumë të mirë dhe pozitive dhe jo vetëm kaq. Por këtu Demi duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse edhe ndikimet që kanë të bëjnë mundësitë që jepen tani atutje në dashuri, në punë, në karrierë, në vendime, por kjo do të thotë që për demat që kanë
një njohje, por nuk e ka kthyer lidhje serioze, vjen një moment tani që është mjaft pozitiv. Kjo periudhë pyet veten, me kë ndihem realisht në shtëpi? Kush më jep qetësi? A dua marrëdhënie dhe të jetë e sigurt për të ardhmen, apo zgjedh nga zemra nga frika e ndryshimit? Këto pyetje mund të jenë shumë të rëndësishme. Prandaj mundohuni që të arrini diçka në anën tuaj. Për sa i përket ndikimit fillimisht, demat e ditëllit parë, sidomos ata që kanë diellin, anën ascendenten, Mërkurin, Afroditën dhe këto pika kryesore janë mjaft të ndikuar dhe shumë pozitive. Më të tjerë, dhjetëdiçi i parë që është mjaft ndikues, kur dhjetëdiçi i dytë ka të bëjë shumë me ndikimet pak më vonë, ku Mërkuri të ecë më tej në luan. Për ta, tema mund të lidhet me vendimet më të organizuara familjare, pronë, bashkëjetesë, shtëpinë, çështjet që kërkojnë plane ndikime të mëdha. Dhjetëdiçi i tretë do të ndihet më vonë gjatë kalimit dhe mund të ketë bisedime të thelluara, tema të rëndësishme dhe kohën e duhur për nisma të reja. Për Demin, ky tranzit nuk vjen që të prish qetësinë, por për të treguar ku qetësia është bërheshtje. Nëse një çështje familjare ka mbetur pa u folur, tani fjala kërkon vend. Nëse një vendim për shtëpinë është shtyrë, tani mund të kërkoj përgjigje. Nëse një marrëdhënie familjare ka tensione të fshehura, tani mund të duket sqarim. Çelësi është mos flitet me kokëforci, por me zemër dhe respekt. Kur është një nga ndikimet më të mëdha, është një nga mundësitë më të mira, më të arta të qenë ndonjëherë. Por gjithashtu dhe Demi ka një mundësi në përgjithësi të dhe shenjës së Demit, ku përllogëria dhe mundësia, koha dhe dituria janë mjaft të ndikuara në lidhje me çështjet afatgjat. Mesazhi kryesor për shenjën e Demit është: shtëpia dhe familja kërkojnë fjalë të qarta, por jo kokëforci. Mërkuri në luan ju mëson me qetësi, nuk ruhet duke heshtur gjithmonë, por duke folur për momentin e duhur me zemër dhe me dinjitet. Nëse nuk e ktheni komunikimin në betejë e krenarie, ky tranzit mund t'ju ndihmojë të vendosni rregulla aty ku keni më shumë nevojë për siguri. Kjo lidhet edhe për një ndikim shumë të madh, sepse për një mijë arsye, ndryshe është kuptuar, ndryshe është keq kuptuar për një farë mënyre për arsyen tuaj, por gjithsesi kjo është një nga periudhat ose kohën më të artë dhe më të mirë të qenë ndonjëherë për arsye të ndikimeve, të bisedimeve dhe jo vetëm. Prandaj e keni mundësinë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në anën tuaj. Në dashuri duket se juve të kësaj shenje e keni të gjitha mundësitë, por nëse doni të bëni diçka, mund ta realizoni dhe është e koha juaj, momenti më i mirë. Sidomos Dem Akrep, Dem Ujor, Dem Virgjëresh është kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, sidomos me Virgjëresh ku është edhe ndikimi i shenjës së Virgjëresh, ku është shenjë toke me juve, ka diçka shumë të madhe. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se me futjen e Mërkurit në shenjën e Luanit është një nga tranzitet më të mëdha të qenë ndonjëherë. Për binjakët, Luani është shtëpia e tretë diellore, në fushë që përputhet me shumë gjëra pozitive, mundësi të artë që vijnë drejt jush, një moment mjaft i mirë dhe kohë e përshtatshme për ekonominë, për stabilizimin, për ndryshimin gjithashtu ka të bëjë me disa gjëra mjaft të rëndësishme, por dhe koha ka të bëjë me dijen, me mundësi të arta, me periudhën që ndodhin fenomenet ku një anë mund të jetë problematika që ka ndodhur dikur, në anën tjetër mund të jetë diçka shumë e madhe dhe tepër ideale, por kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme mbi stabilizimin, mbi takimin, me takimin sidomos, është një moment shumë i artë dhe i qiltër. Shumë nevojë për të folur, për shkruar, për shpjeguar, prezantime, ndryshime, vendime të mëdha. Kohën tregon që Mërkuri në Luan krijon një lidhje harmonike dhe kjo do thotë ndikim mjaft i mirë, sepse gjithmonë binjakët janë në anën e tyre më të mirëtmueshme dhe kjo do thotë që vërtet juve e keni mundësinë, vërtet juve jeni me fat në këtë aspekt, por gjithashtu ka të bëjë me një takim mjaft pozitiv dhe komod për juve. Çështjet që lidhen me ndikimin më të madh, më ndikuar fillimisht janë binjakët e ditëllit parë, sidomos ata që kanë diellin, hënën, ascendenten, Mërkurin, Afroditën, Marsin ose pikat e rëndësishme që ata kanë. Do të marrin disa lajme shumë të mira, mesazhe, takime, udhëtime të shkurtra, ide, mundësi dhe kohën e tyre. Por me qese ditëllit i dytë do të ndjej ndikimin pak më vonë dhe është një nga mundësitë më të arta tani e tutje, ku dokumentet e rëndësishme, udhëtimet, lidhet me udhëtimet, nga njëra anë mund të jenë edhe mundësi të arta që keni, po meqense juve jeni mjaft të ndikuar,
tani për tani e keni dhe si mundësi, sepse është koha juaj për të nisur diçka shumë të rëndësishme. Dhe diçka i tretë, do ta ndjej kalimin e ndikimit më të madh, sepse lidhet me përmbydhje bisedash, probleme të mbartura dikur, udhëtimet, vendimet ose disa projekte që kanë mundësinë për t'i zgjidhur tani e tutje. Mesazhi për juve të shenjës së binjakëve është tani fjala juaj merr dritë, ngrohtësi dhe fuqi krijuese. Mërkuri në Luan ju jep mundësi të flisni më bukur, të shkruani më fort, prezantoni me vetbesim dhe krijoni lidhje mes komunikimit, por mos shpërndani këtë energji në shumë drejtime. Zgjidhni fjalët e duhura, zgjidhni ide dhe përdorni zërin tuaj për të ndriçuar, jo vetëm për të mbushur hapësirën me zhurmë. Pra, ka diçka shumë madhe në këtë drejtim, por kjo është edhe gjëra më efektshme për sa i përket gjërave, për sa i përket çështjeve shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me peshori janë të ndikuara shumë pozitivisht, por keni bëjmë edhe me një shenjë që është shenjë zjarri me shikjetarët dhe diçka të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, që do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet unë do thoshe që tani e tutje, sado që të tretë mund të flasin çfarë të duan, sado që të tretë mund të arrijnë diku që të rregullojnë, startojnë, stabilizojnë punën e tyre, vjen momenti, vjen koha, vjen periudha kur ndodhin fenomenet, se është një periudhë mjaft e mirë, sepse është stabilizuese, sepse ka gjërat në vijë për një farë mënyre, nuk e ka se ka problemin të pazhidhur ose ka diçka që nuk shkon. Shkon që me te, sepse çdo gjë ata dinë shumë mirë çfarë bëni, ku shkoni, çfarë doni dhe ku doni të arrini. Megjithatë, kjo është një periudhë më ndikuese dhe më rrezatuese për jetën tuaj, për familjen tuaj, për karakterin tuaj, por gaforet, fjala prek parat dhe vlesimin, kërkon zë dhe siguri materiale. Kërkon vendime të qarta. Prandaj për juve të shenjës së gafores, Mërkuri në Luan, e datës 9 gusht, është një tranzit shumë i rëndësishëm për çështje ekonomike, për të ardhurat e juaja, për shpenzimet dhe vlerësimet që do të bëjnë të tretët juve. Por ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, sepse shtëpia 2 diellore, ndikimin e madh që ka të bëjnë Mërkuri në Luan, është një nga ndikimet më favorite, më pozitive të qenë ndonjëherë. Praktikisht, dhe është shumë e rëndësishme, por Mërkuri është planeti i mendimit, komunikimit, i vendimit, dhe jo vetëm komunikimi me persona të rëndësishëm vjen si moment ose si kohë, si periudhë që është mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese për anën ekonomike, për financat, sepse lidhet me financat, ju keni pasur disa probleme të mbartur nga e kaluara, por kjo nuk ju pengon. Të garanton një rrugë me 1.000.000%, sepse është dhe koha tani për arsye të punës suaj, për arsye të ekonomisë edhe të gjërave të tjera që do të keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse duke pasur parasysh në lidhje me detajet, janë disa gjëra që lidhen me ekonominë, disa gjëra që lidhen me punën, lidhen me karrierën. Karrierën sidomos është aja dhe zhëja, por nëse puna juaj lidhet me komunikimin, shitjet, klient, art, produkte të rëndësishme, është një kohë mjaft e mirë, sepse tani është momenti juaj për të bërë dhe për të arritur qëllimin tuaj, sepse ndikimi më i madh që për juve vjen tani e tutje, por meqenëse të tretë mund të flasim fjalë pa vend, por për juve ta dini, ta keni parasysh, gafore dashura, mesazhi është që vlera juaj nuk duhet të mbetet e pathan. Mërkuri në Luan ju mëson të flisni për familjen, ekonominë, talente dhe siguri, dhe shumë guxim. Mos shpenzoni nga frika, mos jepni nga faji dhe mos ulni çmimin e asaj që bëni. Kur gaforja mëson të mbrojë jo vetëm por edhe të tjerët, por edhe vlerat e veta, atëherë siguria bëhet e vërtet dhe më qëndrueshme. Këto garanton një rrugë 1.000.000% dhe është një kohë shumë e mirë dhe shumë përshtatshme për ndryshimet dhe ndikimet. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanët, meqenëse luanët duket me ndikimin më të madh, sepse vendimet që merrni me Mërkurin në Luan kërkon të shprehet pa dorashka. Kjo do thotë, futja e Mërkurit në Luan më datën 9 gusht është një tranzit shumë i rëndësishëm. I rëndësishëm për punë, i rëndësishëm për karrierën, i rëndësishëm për atë çka juve kërkoni dhe doni të arrini,
sepse është një mundësi shumë e mirë tani, dhe kjo është dhe periudha, vazhdimësia, jeni koherent me atë çka bëni, nuk e diskutoj unë këtë, sepse me sa duket juve i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Po megjithatë, është një ndikim shumë i mirë, ky tranzit jep kohën e duhur, jep mundësinë dhe periudhën më të mirë të mundshme në ekonomi, në familje, por gjithsesi ndikimi është Luani i dhjetëdhjetit parë ka një ndikim shumë të mirë, sepse lidhet edhe me disa udhëtime që do bëjnë. Janë udhëtime pune këto, nuk është diçka shqetësuese kjo. Dhjetëdhjeti i tretë është favorizimi, është ajo çka dua të realizoj, çka dua të arrij. Momenti tani, momenti i duhur, që lidhet me ekonomi, lidhet edhe me gjëra të tjera, por gjithsesi është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Në çështjet që kanë bënë me 30 diqet, është një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive, sepse duke pasur parasysh, për sa i përket mesazhit për juve të kësaj shenje, duket se fjala juaj ka fuqi të madhe. Mërkuri në shenjën tuaj ju jep guxim të flisni, të tregoni mendimin, të kërkoni vendimin tuaj, veten tuaj, vendi ku ju takon dhe mundësitë të arta. Kjo është një nga mundësitë më të mira dhe mendjen dhe zemrën e pastër të çiltër dhe gjërat të vinë nga tani tutje, ku është një moment shumë i mirë dhe është pozitiviteti në farë mënyrë dhe lëma atë që vërtet juve keni mundësinë për të marrë një vendim të rëndësishëm, një gjëra që keni, mundësi që ju jepen, por dhe koha që ka treguar dhe tregon mbi atë çka juve jeni. Prandaj duket se është një nga momentet më të arta. Në dashuri, për ju që se Luanit, edhe pse keni pasur një problem me Luan të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit tretë, do ta zgjidhni pikërisht në këtë ditë, është ditë e lumturisë dhe e korrektësisë në farë mënyre. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek Virgjëresha. Për Virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë ka një mundësi, ka një kohë, ka një perceptim ajo që flitet ose ajo që bëhet, për një mirë arsye, sepse puna tregon kohën, tregon momentin, tregon atë çka juve keni dhe keni zgjedhur si çështje problematike, meqense ky tranzit është fazë përgatitore për juve dhe nuk ju prish shumë punë, sepse dini shumë çfarë bëni. Më të ndikuar fillimisht janë Virgjëreshat e dhjetëdhjetit parë, ose ata kanë ascendente, kurse dhjetëdhjeti i dytë do të ndjejë ndikimin e madh që ndodh pak më vonë, por më shpesh në ato që do ndodhin ekonominë dhe stabilizimin, dhe di që është shumë i favorizuar dhe ka diçka shumë madhe në ato që ndodh ose çka do të bëjnë më vonë, domethënë. Por gjithsesi, kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që lidhet me pozicionimin e planeteve, lidhet dhe me një takim që bëhet me punë, lidhje me anën pozitive të ekonomisë dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë. Nuk ka vend për të shqetësuar, por vend për të gëzuar në anën tuaj. Megjithatë, Virgjëreshat kanë shumë gjëra të lëna tezu dhe i rregullojnë tani. Dhjetëdhjeti i dytë është mjaft pozitiv dhe tepër ideal për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në gjëra të tjera që do të keni. Gjithmonë dhjetëdhjeti i dytë është në anën e vet më të mirëfillueshme dhe kohën e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Por mundësitë janë të mëdha dhe koha më ideale që është tani, mund ta zgjidhni çështjet me një të rënë lapsit juve keni mundësinë, sepse është një moment mjaft i mirë dhe është mjaft pozitiv për zgjidhje të problematikave dhe gjërave të tjera. Dhjetëdhjeti i tretë është shumë i favorizuar për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të zhvillimeve që do të keni. Në anën tjetër është mundësia më e mirëmundshme, sepse mund t'ju lodhi pak dhjetëdhjetin e tretë, por janë shumë të fituar nga ana ekonomike, nga ana e punës, nga ana e vendimeve të mëdha që vijnë, po dhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Megjithatë, është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment që juve do të keni dhe mesazhi për juve është jo çdo mendim duhet thënë me një herë edhe jo çdo përgjigje vjen nga analiza. Mërkuri në Luan fton të dëgjoni zërin e brendshëm tuaj, heshtjen dhe nuk është dobësi. Të heshtësh është mundësi dhe është një nga ndikimet më të mëdha që bëjnë një laboratori brendshëm, do ta thoshim, sepse kur nuk flasim shumë, është e koha jonë që neve ndryshojmë dhe diktojmë. Për sa i përket ndryshimit dhe proceseve të mëdha që juve keni, janë më të sakta dhe më të fuqishme të qenë ndonjëherë në këtë aspekt. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me shiketar të dhjetëdhjetit parë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores.
Qoret duket se ka dhe një gjë tjetër, lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, lidhet me korrektësinë. Por megjithatë, është një nga momentet më të mira dhe më pozitivet në të qenë ndonjëherë për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që vijnë. Por meqense peshorja duket se tani për tani ka disa çështje pune të lëna pezull dhe juve mund t'i rregulloni, t'i stabilizoni në anën tuaj, por gjithsesi kjo është një periudhë ku do të flitet shumë mbi ndryshimet dhe takimet që juve do bëni. Por megjithatë, tani për tani, unë do thosha që ka diçka mes asaj që është realizueshme, mes asaj që është e bërshme dhe momentet që ka të bëjnë tani për tani, është një periudhë mjaft e mirë dhe periudhë pozitive financiare. Në anën tjetër, ka të bëjnë shumë edhe me një takim të papritur që ndodh tani e tutje, ndodh për arsye të punës, ekonomisë, stabilizimit, korrektësisë, që vini shumë korrekt në anën tuaj, por keni dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë në anën tuaj. Megjithatë, peshorja ka një mundësi shumë të artë, sepse duket në lidhje me ndikimet, në lidhje me analizat që bëhen për arsye të punës, për arsye të karrierës, lidhet me karrierën, dhe kjo periudhë që është tani, ky moment që keni juve, 10 ditë që parë, 10 ditë që të jetë shumë i favorizuar mbi ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por më shumë shikohet fillimisht 10 ditë që parë, sepse 10 ditë që parë ka një ndikim shumë mirë në çështje personale në lidhje me kohën, takime, bisedime. 10 ditë që i dytë lidhet shumë me disa takime, kontakte shumë të rëndësishme për punën dhe karrierën. 10 ditë që i tretë do të ketë një fazë më të mirë dhe më pozitive financiare, ekonomike dhe më afatgjata për ekonominë dhe stabilizimin. Por megjithatë, kjo nuk është periudha për shembull problematike ose diçka që nuk shkon. Mesazhi kryesor është për sa i përket shenjës së peshoreve. Njerëzit e duhur mund t'ju hapin rrugë, por zëri juaj duhet të jetë i qartë. Mërkuri në Luan ju ndihmon të flisni me njerëzit që ju rrethojnë, të lidheni me miq për të ndërtuar rrjetin tuaj të punës, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha që vijnë. Por gjithashtu, unë do të thosha që mund të qëndroni në vizionin tuaj, në mbështetjen tuaj, në anën tuaj. Ekonomia dhe stabilizimi i saj është pozitiviteti, është çështje e rëndësishme që lidhet edhe me takime pune, por lidhet edhe me një vendim që juve do të merrni, është një vendim mjaft i mirë. Tani e tutje do ta thosh unë, sepse gjithmonë juve jeni një hap para asaj çfarë ndodh, por edhe mërziteni për gjëra të vogla, por tani për tani jeni në anën tuaj, jeni në pozicionin tuaj më të mirë të mundshëm. Dhe kjo do të thotë që periudha, koha, vendimarrja dhe kohën tjetër që juve keni, është momenti mjaft i mirë në çështjet e karrierës. Por mos u shqetësoni fare, sepse keni dy mundësi të arta për punën tuaj aktuale, për ekonominë, sidomos dashuria. Dashuria duket me dash, duket me gafore, duket me ujor. Keni pasur debate që nuk i keni zgjidhur dot më përpara, por më vjen një moment tani, është momenti më i shumë prituri për sa përket dashurisë së munguar dhe disa gjëra të tjera që do të keni tani tutje, ku është edhe momenti juaj më i miri dhe më pozitivi. Nëse do flasim për stabilizime ose do flasim për çështjet korrekte, sepse janë ato të korrektësisë suaj dhe të momenteve që juve keni. Momenti është ndikimi, është favorizimi. Për favorizimet që flitet tani e tutje, keni disa mundësi mjaft të arta, pozitiviteti, çështje të rëndësishme që lidhen me disa vendime, vizionin tuaj që juve keni është mundësia dhe tepër pozitive, sepse do shikoni edhe vetë ku gjërat do të jenë në favor dhe jo disfavor, sepse duket se i keni gjërat në vijë. Dhe kjo bën që në një farë mënyrë juve të arrisni maja, në anën tjetër të përgatiteni për disa gjëra që vërtet i keni mundësitë juve, por momentet janë ata që do t'ju bëjnë të ndiheni superior në ekonomi. Gjithashtu një dashuri që keni pasur ndarje, çështje familjare do thotë kjo, është me ujor të ditësit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që sundon, rregullon, starton, por gjithashtu ndikon jashtëmase për gjëra që do të bëjnë. Kjo do thotë është shenja e akripëve. Për akripët duket se si ndikim, nuk do të thoshe se kam pasur një problem të mbartur dikur, por kanë një mundësi tani, kanë një mundësi mjaft mirë, sepse stabilizohen, sepse kanë kohën e duhur në lidhje me ekonominë dhe çështje sociale, sepse
gjithmonë akrepët ndikohen, por ka një problem sepse flitet prej shumë kohësh, ku ata duan të nisin diçka, mirë po, ato që duan të nisin do të jenë të sigurt, sepse akrepët kur nuk nxitojnë për të arritur atë që duan, atë që duan e marrin. Por tani për tani është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet do të keni mundësit për të bërë zgjedhjen e duhur në anën financiare, në anën ekonomike, sepse për ekonominë bëhet fjalë, për ekonominë lidhen shumë gjëra dhe tepër çështje pozitive për punën, për karrierën, për marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur. Është një moment shumë i mirë tani edhe të duan të tretët pak si do të kenë se akrepët janë shenja më ndikuese zodiakale për sa i përket çështjeve të punës dhe kur duket Mërkuri, sepse Mërkuri ju ndihmon në një farë mënyrë juve, dhe është dhe një mundësi shumë e mirë e artë për atë çka doni të bëni, për atë çka juve rregulloni, startoni, nisni gjëra të mëdha, gjëra që nga njëra anë mund keni pasur probleme të mbartur nga e kaluar, në anën tjetër mund keni një diçka tjetër sepse ndryshe gjikoni, ndryshe vendosni, po megjithatë kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye të punës, nuk e vën dyshim për gjëra që do të ndikojnë, do të arrihet, do të stabilizoni anën tuaj më të mirë të mundshme. Prandaj nuk ka vend të shqetësuar, prandaj është një periudhë që tani për tani do flitet shumë për akrepët, sepse dhjetëdiqi i parë, nëse të flasim për dhjetëdiqja, domethënë, edhe mënyrën se si e bëjnë, kjo do thotë dhjetëdiqi i parë, sidomos ata që kanë ndikime planete në këtë shenjë. Mërkuri në fillim të luanit krijon menjëherë tension në shenjën tuaj për arsye të aktivizimit të karrierës, sepse jeni në karrierë dhe doni të bëni ndryshime. Juve nuk jeni gati për ndryshime, të tjerët e kërkojnë një sistem. Dhjetëdiqi i dytë do të ndjejë ndikimin në periudhën në strategji në fazën e dytë, sepse lidhet me marrëdhëniet, autoritetet, edhe disa takime ose një shitje që nuk është realizuar akoma, po është drejt asaj. Dhjetëdiqi i tretë do të ketë një fazë më të fortë në vendime, deklarata, reputacion, kulmin e çështjeve profesionale. Por mesazhi për akrepin është: fjala juaj tani ka peshë publike. Mërkuri në luan ju kërkon të flisni për karrierën, rolin dhe autoritetin tuaj më shumë për qartësi, por pa reagime të ashpra dhe pa debate të thella apo biseda të fshehta. Mos u fshini kur duhet të flisni, por mos flisni pa strategji. Kur akrepi bashkon kontrollin e brendshëm me fjalën e qartë, mund të forcojë reputacionin dhe të marrë vendime që i takon. Është në anën e vet, është në mundësinë e vet, është një moment shumë i mirë dhe kjo është një periudhë ku flitet shumë për çdo gjë. Flitet shumë për çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës së tyre, kanë të bëjnë me një vendim që ata do të marrin. Edhe pse kanë pasur probleme, edhe pse gjëra të mbartura në anën e tyre, por anë e dashurisë kanë pasur disa probleme mjaft të mëdha, si janë probleme për shembull me ndikimin e gafores, kanë bënë me britsjapin sado që flitet dhe stërflitet, por është koha dhe periudha mjaft e mirë, është solide për arsye të punës, për arsye të biznesit, se lidhet shumë me biznesin, por edhe me karrierën njëkohësisht. Ajo që do të keni, mundësitë që janë për shembull virgjëresh, ujor, akrepët e kanë këtë dhe me virgjëresh dhe me dashin dhe me ujorin, pra kanë atë mënyrë dhe mundësinë e tyre të mirë provuar dhe gjërat që ndikojnë në anën e pozicionimin e planeteve. Është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme që do të keni tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni në kohën më të mirë të mundshme për sa i përket juve të kësaj shenje. Arsyeja tjetër është një moment, një periudhë ku do të keni mundësinë, ju që jeni jashtë në diasporë, edhe gjëra që do të keni, edhe mundësi që vinë tani e tutje, vinë nga çështjet e punës, vinë nga disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani e tutje, ku do të gëzoheni jashtë madh, sepse keni një gëzim shumë të madh në familjen tuaj dhe është një moment shumë i mirë në lidhje me punën. Por një dashuri e munguar do jetë ka qenë me ujor dhe me luan, po nëse do ta marrim domethënë si kanë evoluar këto gjëra, unë do thosha nuk është diçka shqetësuese, përkundërzi, është një mundësi, është momenti i periudhave të ndryshme, është periudhat që janë më të mira dhe gjërat atje që do të keni, por megjithatë tani për tani ka disa mundësi, ka disa periudha shumë të mira dhe shumë pozitive për juve të kësaj shenje.
Do shkojmë tek shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek shenjë që ka një ndikim dhe një reputacion, një ndryshim shumë të mirë mbi pozicionimin, mbi kohën, mbi fenomenin e ndikimeve planetare dhe mundësive të arta. Ajo që do të diktojnë edhe mundësitë që kanë bëjnë tani, është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme, që do thotë shenja shigjetarëve. Për shigjetarët të duket se periudha që ndodhin fenomenet, koha që ndodhin gjërat, sepse shigjetari, Mërkuri në Luan, do të thotë me datën 9, mendimi hap horizonte, fjala kërkon udhëtim dhe vizion, merrëzë të fuqishëm. Për shigjetarin hyrja e Mërkurit në këtë shenjë u jep disa mundësi dhe kohë mbi atë çka bëhet, mbi atë çka realizohet konkretisht, sepse shigjetari është mjaft i ndikuar në këtë drejtim, mundësitë që ka dhe kohën që kërkon, por megjithatë është një nga periudhat më të mira për sa përket Luanit, ndikimit jep mundësinë tek juve, ju shenja zjarri, dhe ndikimi shigjetarëve do të thotë që është mundësia më e mirë e mundshme në shtëpinë e 9 diellore që ndodh fenomeni tek juve, është dhe koha dhe pozicionimi i planeteve që ju ndihmon në këtë aspekt. Shigjetari është shenjë zjarri, shenjë lirisë e horizontit edhe dijes e udhëtimit së vërtetës, mënyrës dhe mundësive që ka të bëjnë. Por kur Mërkuri futet në Luan, një tjetër shenjë zjarri krijohet një lidhje shumë harmonike me shigjetarin. Mendimi bëhet më guximshëm dhe mundësia më e artë. Ajo çka do të keni në rastin konkret është momenti dhe periudha e duhur për ditën e sotme dhe kohën që ka të bëjnë nga tani e tutje, është një moment mjaft i artë ku gjërat do shikoni dhe vetë, ku ka një mundësi, ka një ndikim, ka një favorizim, ka një moment që juve do ta keni parasysh dhe më përpara, sepse duke pasur parasysh lidhje që bëhen, koha që ndodhin fenomenet për një mundësi ose për një tjetër, është momenti juaj dhe koha që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj, prandaj lidhjen e punës dhe kohën, rezervimi që do të bëni në anën ekonomike financiare, në lidhje me një pozicion planetar që duan apo s'duan të tjerë, që është realizueshme për një mijë arsye gjënën, por periudha, koha, ndryshimi, marrja vendime të rëndësishme në anën tuaj, pozicionimin e planeteve, është një moment më të mirë të mundshëm, sepse duke pasur parasysh, kjo ndodh si arsye, ndodh si moment ose si periudhë. Nëse flasim për periudha të rëndësishme ekonomike, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse gjërat janë favorin tuaj dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë tani dhe ndryshimet që kanë bëjnë në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, ju jepet një mundësi mjaft e mirë për punën dhe për karrierën. Lidhje me karrierën, duhet të keni parasysh pozicionimin e planeteve, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, dhe nuk është në të mirën tuaj që juve të flisni ose të bëni disa ecejake, themun, problematike të ndryshme që mund keni, por në momentit janë ana më pozitive dhe koha më e mirë e mundshme e studimeve e ndryshimeve që keni dhe momentit të artë që keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për mundësinë, sepse shigjetarët kanë ndikimin më të mirë dhe jo vetëm. Ky tranzit mund të sjellë lajme nga larg, mund të sjellë komunikimin me njerëz jashtë vendit, biseda, dokumentacion, aplikime dhe a jeni të gatshëm që t'ju thonë kam diçka për t'ju treguar, kam diçka për të mësuar, kam diçka për të ndarë, dhe kjo do thotë ndikim, kjo do thotë stabilizim, korrektësi, rëndësi, pune dhe vazhdimsi. Një kontakt është mjaft i mirë që ngjall interes për çështjet e punës, por ju të kësaj shenje jeni në anën më të mirë të mundshme, sepse dhjetëçit parë, sidomos ata që kanë diellin në hënën ascendente, Mërkurin, Afroditën në këtë shenjë, duket se kanë një ndikim shumë të mirë për shigjetarët dhe një ndikim shumë i mirë për vazhdimsinë dhe një çështje takimi që mund të kenë tani. Kurse dhjetëçi i dytë ndjen ndikimin mjaft të mirë pozitiv ekonomik dhe mundësitë të arta që do të vinë. Kurse dhjetëçi i tretë do të ndjejë një ndikim mjaft të mirë të mbar në disa udhëtime, disa bisedime që do bëjnë shumë të rëndësishme për sa përket ekonomisë. Ekonomia ka të vetën, domethënë, sepse lidhet me zemrën, lidhet me anën tjetër të jetës, sepse shohin ndryshe gjëra, shohin ndryshe vendime që mund të marrin, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë. Për shigjetarët mesazhi që vjen
për shqiptarët do të thotë që mendja juaj kërkon horizont dhe fjala juaj është pozicionimi i planeteve, kur bashkohen të dyja, ju jepet mundësia dhe koha e duhur për nisma të reja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, që është shumë e rëndësishme, do shkojmë tek një shenjë që do thotë britsjapi. Britsjapët duket se veprojnë, vendosin, rregullojnë, startojnë. Është një mundësi tani, është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi mjaft e mbar për gjërat që ndodhin, për gjërat që kanë të bëjnë tani tutje. Por meqense në lidhje me çështjet që lidhen me britsjapët kanë ndryshime shumë të mëdha në këtë periudhë, edhe pse në lidhje me punën e tyre, edhe pse në lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme ku diçka ndodh, sepse Mërkuri në Luan do thotë para të përbashkëta kërkojnë qartësi, besimi kërkon fjalë të sinqerta dhe mendja hyn në zemër më të pastër dhe të çiltër. Pra, ndikimi dhe britsjapet që kanë bënë, mundësi që ata kanë dhe mënyra se si ata i bëjnë gjërat është një mundësi shumë e mirë tani dhe shpesh mund të ndikojnë në fusha të ndryshme të ekonomisë, të stabilizimit dhe të kërkesave të reja që ata kanë. Por gjithsesi është një mundësi shumë e mirë tani për punën, është shumë e mirë për tani për gjërat që do të bëni dhe kjo është një nga periudhat më të arta dhe më pozitive të që na ndonjëherë. Megjithatë, edhe pse juve ndjeni pak të mërzitur për sa çështje që kanë ndodhur para disa kohëve, por kjo është diçka kalimtare, nuk është diçka që mund të mërziteni ose mund të arrini aty ku dëshironi ju, është pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment, nga momentet më të mira dhe më pozitivitetet që kanë të bëjnë në këtë aspekt, dhe kjo është periudha dhe koha e ndryshimit, koha e mundësisë, koha e vazhdimësisë për sa i përket disa periudhave të arta të ekonomisë, të arta në vazhdimësi. Por megjithatë, tani për tani unë do thosha që britsjapët kanë disa mundësi, jo një e dy, por kanë dhe periudhën tani për të nisur diçka të re, për të bërë diçka shumë të rëndësishme për punën, për anën e pozitive të karrierës. Megjithatë, tani për tani mos u shqetësoni sepse duket se periudha është mjaft e mirë, është një diçka që lidhet me ndryshime, lidhet me punën, lidhet me karrierën dhe kjo do thotë që për momentin jeni në kohën e duhur, disa gjëra janë favorin tuaj, edhe pse kjo periudhë lidhet me punën, lidhet edhe me stabilizimin, lidhet edhe me një takim që do të keni, një takim shumë të mirë, një takim shumë pozitiv, edhe vendimi që do të keni juve tani. Dhe kjo do thotë një vendim shumë i rëndësishëm ekonomiko-financiar, një çështje që do të merrni, një çështje kreditimi, do të thoshëm, sepse lidhet me kredite, lidhet edhe me punën aktuale që juve keni, sepse është momenti, është periudha, është edhe koha juaj më e mirë e mundshme në lidhje me takim, lidhje me biseda mjaft të rëndësishme, por i keni dhe mundësit e tjera që do të shikoni gjatë rrugës, gjatë biznesit dhe kohës suaj më të mirë të mundshme për ekonominë dhe stabilizimin. Por megjithatë, është një moment tani që juve e keni mundësin, juve keni gjërat që do të ndikohet dhe mundësia që është tani në këtë periudhë, pra do të themi që po është një periudhë mjaft e mirë, tani për tani është edhe bisedime që do të bëhen, sepse ka të bëjë me diçka mjaft pozitive dhe është një ndikim që mund të themi që çfarë mund të ndikohet ose çfarë mund të arrihet për sa i përket rëndësisë, për nga rëndësia është momenti dhe periudha e duhur, stabilizimit ekonomiko-financiar dhe gjithçka mund të diktojnë dhe ndikojnë në anën tuaj. Megjithatë, tani për tani është momenti, është periudha, është koha, është vendimi që do të merrni tani tutje, prandaj mos u shqetësoni fare, është koha më e mirë e mundshme tani në këtë periudhë. Ana ekonomike financiare, biznesi duket se futet një nga rrugtimet ose ndryshimet më të mira të që na ndonjëherë për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket gjërave që do të ndikojnë, gjëra që do të keni dhe mundësitë të arta që vijnë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar për sa i përket britsjapëve dhe kanë një nga momentet më të mira tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me dashje është perfekte, një ndarje që kanë pasur me peshore është në prag të zgjidhjes së problematikave, por gjithsesi e përgjithshmja është mjaft ideale dhe vendimmarrje që do të bëhen në anën tjetër për karrierën, për çështjet, për punën dhe për stabilizimin. Prandaj britsjapë të dashur, mesazhi për juve të kësaj shenje është jo çdo gjë që mund të mbahet në kontroll përmes heshtjes është mirë. Mërkuri në Luan kërkon të flisni atë që është e thellë, e ndjeshme, mundësi dhe rregull.
ajo që juve keni është baza e shëndetshme e punës dhe fuqisë që keni. Energjia pozitive që përçoni. Është koha juaj dhe momenti më i artë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë ujori. Për ujorët të duket se kjo periudhë është një periudhë ku juve do e keni mundësinë edhe kohën, edhe sa çështë problematika të vogla që keni pasur dikur i zgjidhni pikërisht tani, edhe pse ju duket pak e vështirë në plan parë, por shumë e mirë për t'i arritur qëllimin tuaj mbi stabilizimin, mbi kohën, mbi mundësinë që keni, por edhe një çështje e vogël problematike që keni pasur tani, e zgjidhni përsa i përket punës, por edhe mundësive që keni tani tutje do të zgjidhet me krenari dhe mundësi të art që keni. Sepse juve të kësaj shenje, të shenjës së ujorit, është periudha, koha, mundësia, vendimi që do të merrni, është mjaft i mbar, sepse është një tranzit shumë i rëndësishëm. Aktivizon shtëpinë e 7 diellore për juve. Marrëdhëniet, martesat, partneritetet, bashkëpunimet, kontratat, klientët, negociatat dhe shumë gjëra të tjera që ndikohen tek juve. Në shumë ndikohen fillimisht edhe dhjetë parë, dhjetë tretë, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, dhe shumë gjëra të mira që do të keni tani tutje. Mesazhi kryesor për ujorët është se nuk mund të ndërtohen marrëdhënie vetëm me mendje dhe distancë. Mërkuri në luan ju kërkon të dëgjoni zemrën e tjetrit, të flisni me qartë dhe të mos ikni nga dialogu. Kur dikush kërkon prani, liria juaj është e rëndësishme, por edhe fjala e tjetrit ka peshë. Kur ujori mëson të bashkoj mendimin e lirë dhe komunikimin e ngrohtë, marrëdhëniet mund të bëhen më të forta, më të drejta dhe më të vetëdijshme. Mundësia dhe koha, çështjet e punës së diturisë është një nga ndikimet më të mira dhe më të arta të qenë ndonjëherë, sepse arritjet dhe mundësitë të arta që keni është momenti më i mirë i mundshëm për juve të shenjës së ujorit, sepse duke pasur parasysh një ndryshim që ka, ndryshimi është lidhet shumë me ndarjet që keni pasur juve për bashkim. Për bashkim do thot ujor virgjëresh, do thot ujor akrep, do thot ujor dash, të gjitha këto bëjnë që juve t'jeni shumë herë më mirë dhe më të fuqishëm dhe më të vetëdijshëm për gjërat që vijnë në kohën e duhur, në momentin e duhur, për çështjet e punës ekonomike, për çështjet që kanë të bëjnë lidhje me disa ndryshime të vogla që do të keni nga njëra anë, por mundësi të arta nga ana tjetër, ku gjërat janë mjaft të mira dhe tepër solide për ekonominë, për stabilizimin dhe për çështjet konkrete që ju keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse gjërat janë në favorin tuaj, kështu që pse të shqetësoni juve çfarë ndodh me të tretët. Për peshqit edhe mënyrën se si ata rregullojnë, stabilizojnë, konkretizojnë gjërat e tyre, unë do të thosha që kanë një histori shumë të madhe mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është, dhe kështu që jo vetëm kaq, por mesazhi kryesor është ndikimi dhe favorizimi që juve keni. Shkojmë te një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që supozon, rregullon, starton. Kjo do të thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, me peshqit kanë disa mundësi, kanë disa çështje të lëna pezu, kanë disa çështje që vërtet ndikohet, është stabilizimi dhe çështjet konkrete, konkretizimi i gjërave të mëdha që vijnë drejt punës, vijnë drejt rregullit dhe gjërave standarde të punës suaj dhe të karrierës suaj, sepse është me karrierën, është me mundësinë e kohës dhe e ndryshimit. Kjo do të thotë mundësi që janë peshqit, përsa përket peshqeve, puna kërkon organizëm, rutina kërkon zë të qartë dhe ndikimi i madh, udhëtimi kërkon vëmendje dhe kujdes ku vëm këmbën. Peshq të dashur, i keni gjitha mundësitë dhe koha e duhur mbi realitetin dhe ndikimi problematik që ka ndodhur tani zgjidhet në një mënyrë apo për tjetër, sepse është e koha shumë pozitive dhe shumë perfekte mbi çështjet madhore, mbi atë që është dhe mbi atë që kërkohet. Vërtet është një vendim shumë i rëndësishëm për punën, për karrierën dhe mënyrën e ndikimeve të mëdha të anës ekonomike. Pozicionimi i planeteve, arsyeja që ka të bëjë me çështjet që do lidhen me ndryshimin ekonomik, ka dhe i diçka tjetër shumë të madhe, sepse do thot favorizimi që është në dhjetëqin e parë dhe të dytë kanë ekonominë si pikë reference. Kurse në anën tjetër është një moment për shembull që mund të zgjidhet nëpërmjet punës së karrierës tuajse. Gjithmonë peshqit kanë një dritare rezervë për sa përket gjërave që mund të diktojnë dhe mund të arrihet, dhe
dielli do të ndriçojë në një vend tjetër ku juve e keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet nga problematike. Ana tjetër e pozicionimit të planeteve dhe kohës që ka të bëjë në ndryshime është një mundësi shumë e artë, një mundësi shumë pozitive dhe korrekte nga ana juaj, por gjithashtu është koha dhe momenti i duhur për zgjidhur çështjet. Në çështjet të lidhura me anën shpirtërore ose me gjërat që ju keni dhe kohën e duhur për të stabilizuar edhe punën, por edhe disa ndryshime të tjera që do të vinë tani në tutje. Ana dhe pozicionimi i planeteve që ju jep mundësinë, ju jep dhe kohën për të ndryshuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme në anën tuaj. Kjo do thotë për peshqit edhe diçit parë ka një mundësi dhe një kohë shumë të artë për të parë zhvillimin dhe për të arritur në finish për ekonominë dhe stabilizimin. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me figjetar dhe me binjak është perfektja, por mesazhi kryesor për juve të kësaj shenje është ndjeshmëria juaj ka nevojë për mbrojtje praktike. Mërkuri në Uran ju mëson të flisni qartë në punë, në vendosni kufitë të ndryshëm, organizimi, rutina dhe shumë gjëra të tjera do të marrin fund sepse nisni diçka të re. Nuk është egoizëm të kujdeseni për veten tuaj dhe për njerëzit që keni rreth e qartë. Ku peshqit vendosin rregulla ditën e tyre, zemrën e tyre, arrin të pastrojnë, të rregullojnë në shpirtin e lirë, sepse janë të lirë në vetvete, por të tjerët i ngushtojnë sa ju duhet atyre. Por gjithsesi, koha dhe momenti, periudha që ndodhin fenomenet, është nga momentet më të mira, është nga momentet më pozitive dhe më korrekte të qenë ndonjëherë mbi atë çka ndodh tek juve. E përgjithshme miqtë e mi të kësaj shenje, shenjës së peshqeve, që do thotë dashuria e munguar është me virgjëresht dhe me shigjetarët dhe diçka të tretë. Nëse keni pasur një problem të mbartur dikur, presupozojmë që nuk keni pasur mundësinë ose gjëra të mbartura dikur. Dhe është një moment mjaft i mirë tani, domethënë në lidhje me periudhën, lidhje me kohën, lidhje me disa ndryshime të tjera që do të keni. Është një çështje shumë pozitive dhe tepër korrekte. Do kemi kaq ndryshime të mëdha ku ndikimi i Mërkurit në Luan, do kemi 3 gjëra kryesore. Puna, dashuria, dokumentacione, që është aja dhe shëja, bini pas, sepse nga tani deri më datën 13 të këtij muaji, 13 gusht, është ana më mirë për dokumentacione. Para se ndajmë bashkë, unë nënkujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e detajuara. Atëherë, për temat të tilla dhe ku ndodhen planetet, i keni www.astrologo.al. Atje pastaj gjithçka i shikoni me detaje. Nuk e gjini veten, atëherë shkoni tek sekretaria, dërgoni një email dhe më pas ne ju përgjigjemi në WhatsApp për gjithçka që intereson. Më mirë, jetë mira.